Dashi, sot ndjehesh energjik dhe i gatshëm për të përballuar sfidat. Në dashuri, komunikimi do të jetë çelësi për të thelluar lidhjen me partnerin. Mos hezito të ndash emocionet dhe mendimet tuaja më të thella, do të ndiheni më afër. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet në horizont. Tregohu i guximshëm dhe shqyrto me kujdes përfitimet e saj. Kujdes, buxheti mund të ketë nevojë për rishikim. Planifikimi i zgjuar do të parandalojë surprizat e pakëndshme. Energjia pozitive që ndjen sot duhet kultivuar. Meditimi ose një shëtitje e gjatë do të ndihmojnë për të qetësuar mendjen dhe për të rigjetur harmoninë e brendshme. Kjo ditë do të sjellë mësime të vlefshme për të ardhmen. Po të jesh i hapur, do të përfitosh shumë. Demi. Sot, qetësia qëndron mbi ty si një mantel i butë, duke të dhënë mundësinë të reflektoni për gjërat që vërtet ju japin kënaqësi. Në dashuri, është një ditë e përshtatshme për të shprehur ndjenjat që keni mbajtur të fshehura. Partneri do të vlerësojë sinqeritetin tuaj, duke sjellë një afrim akoma më të madh. Në punë, përpiqu të mos ngarkohesh me detyra të padobishme, fokusohu vetëm në prioritetet kryesore. Financat janë në gjendje të qëndrueshme, por shmang shpenzimet impulsive. Një udhëtim i shkurtër në natyrë mund të rigjallërojë shpirtin dhe t'ju ndihmojë të gjeni frymëzim të ri. Kujdesu për gjendjen fizike duke konsumuar ushqime të shëndetshme dhe duke u relaksuar në mbrëmje. Sot, qielli shkëlqen për ju. Binjakët. Energjia e sotme sjell risi të papritura. Mund të ndjeni të frymëzuar për të ndjekur ëndrat tuaja dhe kjo është koha e duhur për të eksploruar ide të reja. Në dashuri, komunikimi do të jetë çelësi. Kushtojini vëmendje të veçantë dëshirave dhe ndjenjave të partnerit. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund t'ju sjellë buzëqeshje. Në punë, bëni kujdes me detajet dhe mos nxitoni në vendimmarrje. Një qasje e matur do t'ju ndihmojë të shmangni gabimet. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Merrni kohë për të reflektuar dhe për të mbajtur një balancë mes jetës personale dhe profesionale. Sot, një frymë e freskët do t'ju ndihmojë të kaloni me lehtësi çdo sfidë. Daforia. Në këtë ditë, ndjenjat do të jenë të thella dhe do të tërheqin vëmendjen tënde. Në marrëdhëniet personale, është momenti ideal për të treguar kujdes dhe dashuri të sinqertë ndaj partnerit. Kjo mund të sjellë një ripërtëritje të pasionit mes jush. Në aspektin profesional, do të përballesh me detyra të reja që mund të duken sfiduese, por intuita jote do të ndihmojë për t'i kapërcyer ato me sukses. Nëse mendon për investime, bëj kujdes dhe analizo mirë çdo detaj përpara se të marrësh vendime. Financat janë të qëndrueshme, por është e mençur të ruash ekuilibrin. Gjej pak kohë për veten dhe lejo që fryma e kreativitetit të udhëheqë drejt qetësisë mendore. Je i kujdesshëm me shëndetin dhe reflekto pozitivitet. Luani. Sot mund të ndihesh më i ndjeshëm ndaj emocioneve të tjerëve, një dhuratë që sjell harmoni në marrëdhëniet personale. Koha është e përshtatshme për të hapur dialog me partnerin apo miqt, duke qartësuar çdo keqkuptim. Në aspektin profesional, është e rëndësishme të tregohesh i qëndrueshëm dhe i përqendruar në detyrat që ke përpara. Mund të dalin mundësi të reja për të përmirësuar financat, prandaj mbaj syt hapur për të kapur çdo mundësi të favorshme. Sot, energjia pozitive të ndihmon të gjesh paqe brenda vetes dhe të shijosh momente të qeta. Kujdesu për veten dhe shiko atë që ke arritur deri tani, duke e vlerësuar çdo sukses. Lejo vetes pak kohë për reflektim dhe meditacion. Virgjëresha. Më 3 mars vjen një frymë e re që sjell qetësi dhe reflektim në jetën tuaj. Në punë, mbështetja nga kolegët do të jetë e rëndësishme. Mos nguro të kërkosh ndihmë kur të ndihesh i mbinkëruar. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë sot. Është koha për të bërë plane afatgjata dhe për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Në dashuri, një bisedë e hapur me partnerin do të sjellë kuptim më të thellë dhe afërsi të reja. Për beqarët, një takim i papritur mund të ndesë një shkëndijë interesante. Kjo ditë është perfekte për t'i kushtuar vëmendje mirëqenies personale. Një shëtitje në natyrë ose një moment meditimi do të sjellë qetësi shpirtërore. Kujdesuni për veten dhe lëreni zemrën të jetë udhërrëfyesi juaj. Peshorja. Dita nis me një energji të re, duke të shtyrë të kërkosh ekuilibrin mes punës dhe kënaqësive personale. Shpreja e ndjenjave do të sjellë harmoni në marrëdhëniet e dashurisë. Një bisedë e sinqertë me partnerin do ta ndriçojë zemrën. Në punë, përqendrohuni në detajet që keni anashkaluar më parë. Suksesi qëndron në vogëlsitë e papritura. Financat janë në një nivel të qëndrueshëm, por mos bëni shpenzime të panevojshme sot. Mendoni 2 herë para se të investoni në diçka të re. Kujtoni rëndësinë e pushimit dhe meditimit. Një mendje e qetë është shpesh burimi i zgjidhjeve të mençura. Shëtitjet në natyrë mund të kthehen në burim frymëzimi.
Kujdesuni për trupin dhe shpirtin tuaj, duke ndriçuar brendësinë tuaj me pozitivitet. Akrepi. Dita e sotme sjell një ndjenjë të thellë reflektimi dhe introspeksioni. Në dashuri, një bisedë e hapur me partnerin mund të ndriçojë një rrugë të re të mirëkuptimit. Për ata që janë vetëm, një takim i papritur mund të ndesë shkëndija të veçanta. Në punë, është koha të organizoni prioritetet tuaja, duke u fokusuar te projektet më të rëndësishme. Financat kërkojnë vëmendje, një planifikim i kujdesshëm mund të sjellë më shumë ekuilibër. Mos lejoni që emocionet të turbullojnë gjykimin tuaj. Ka ndjesi që ju nxitin të kërkoni qetësinë e brendshme. Mund të gjeni frymëzim në natyrë ose në një aktivitet që ju ngre humorin. Dëgjoni intuitën tuaj, ajo është një udhërrëfyes i fuqishëm sot. Kështu, dita mund të jetë plot me zbulime të reja. Shigjetari. Në këtë ditë, ndjenja e rritjes dhe zhvillimit do të ndriçojë zemrën. Mund të përballesh me disa sfida në punë, por qëndrueshmëria do të të ndihmojë t'i kalosh me sukses. Kujto se çdo pengesë është mundësi për të mësuar dhe për të rritur. Në marrëdhëniet personale, hap zemrën dhe dëgjo me kujdes çfarë kanë për të thënë të dashurit e tu. Kjo do të forcojë lidhjet dhe do të sjellë një ndjenjë të rinovuar harmonie. Sa i përket financave, ruaj një qasje të kujdesshme dhe vlerëso mundësitë me sy kritik. Intuita jote do të jetë udhërrëfyesi më i mirë. Ndërsa dita përfundon, merr një moment për të menduar mbi ëndrat e tua dhe hapat e ardhshëm, duke mbajtur gjithmonë shpresën si yll udhëzues. Britsjapi. Sot do të ndjeni të ngarkuar me energji pozitive që do t'ju ndihmojë të përballoni sfidat me lehtësi. Në dashuri, momentet e vogla që ndani me partnerin apo dikë të veçantë do të kenë një ndikim të madh tek ju. Mos hezitoni të shprehni ndjenjat tuaja, marrëdhënia juaj mund të fitojë një ndriçim të ri. Në aspektin profesional, përkushtimi juaj do të vlerësohet nga eproret, por mos e lodhni veten. Në financa, kujdesuni për shpenzimet e panevojshme. Një planifikim më i mirë mund t'ju ndihmojë të kurseni për të ardhmen. Sot është një ditë e përshtatshme për të reflektuar mbi qëllimet tuaja afatgjata. Mos harroni, jeta është një udhëtim plot zbulesa dhe sot keni mundësinë të zbërtheni disa prej tyre. Ujori. Dita e sotme do të sjellë frymëzim dhe qetësi me jetën tuaj. Në çështjet e dashurisë, mbani mend se komunikimi është çelësi. Bisedoni hapur me partnerin tuaj dhe dëgjoni me kujdes atë që ka për të thënë. Në fushën profesionale, do të ndjeni një shtysë për të marrë iniciativa të reja. Mos keni frikë të propozoni idetë tuaja, sepse ato mund të sjellin ndryshime pozitive. Financat tuaja janë në një fazë të qëndrueshme, por është mirë të kurseni më shumë për të ardhmen. Nëse ndiheni të lodhur, një shëtitje e gjatë në natyrë do t'ju ndihmojë të rigjeni energjinë e humbur. Përballuni me të gjitha sfidat me optimizëm dhe besoni me intuitën tuaj. Sot është dita për të ndriçuar yllin tuaj të brendshëm. Peshit. Sot është dita për të shijuar qetësinë e brendshme dhe për të reflektuar mbi rritjen tuaj personale. Në punë, sfidat do të jenë të pranishme, por mos e humbni besimin në aftësitë tuaja. Merrni parasysh një qasje të re për të zgjidhur problemet. Sa i përket dashurisë, një bisedë e thellë me partnerin mund të afrojë më shumë zemrat tuaja. Beqarët mund të zbulojnë një misi të vjetër me potencial për më shumë. Në aspektin financiar, është e rëndësishme të jeni të kujdesshëm me shpenzimet e panevojshme. Kjo është një kohë e mirë për të bërë një plan kursimi afatgjallë. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor duke kaluar kohë në natyrë ose duke medituar. Sot, lëreni intuitën të udhëheqë zemrën tuaj.